Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Miqe pas ditës. Sot nuk do flasim për ato destinacione ezotike apo vendet më të bukura për pushimet, por do flasim për diçka që ndoshta është më interesante, si mund të organizojmë pushimet perfekte. Të ndjekim një insert dhe pastaj rikthehemi me ftuarit tan për ta biseduar. Sot disa përgjigje do t'i marrim nga ftuarit tan. Kam kënaqësinë të kem Mario Merhori, gazetar. Mirë se erdhe, Mario. Faleminderit ju për ftesë. Bruna Qeva, gazetare e RTS-s. Mirë se erdhe. S'ke nevojë për shumë prezentime. Arbi Arapi, marketing e travel. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Dhe nga ana tjetër kemi Athina Lolo, moderatore. Unë tani do të ndi si keni punët me pushimet, i keni planifikuar, keni organizuar diçka, ose jeni akoma, nuk keni akoma të sigurt të ku do shkoni, si do t'i planifikoni, me kë do shkoni? Tani si shqiptar, nuk është se duhet flas në emër të gjithëve, megjithatë e kemi pak të vështirë këtë pjesën e planifikimeve. Vitet e fundit është shtuar dëshira për të rezervuar paraprakisht, ndoshta kjo për çështje kohe, ndoshta kjo për çështje pagese të themi, por nga ana tjetër edhe për qenë pak më të qetë, mos stresohemi në atë minutën e fundit, last minute. Kështu që në këto kushte kemi planifikuar deri diku. Unë kam planifikuar vetëm një javë në jugun e Shqipërisë. Pastaj do të shoh se çfarë do të bëj. Interesante. Më pëlqen edhe kjo zgjedhja e jugut. Për shkakun e familjes, për faktin që ndoshta e kema kodhaj të udhtosh dhe mbase është më thjesht, sepse sigurisht udhtosh të shkosh jashtë shtetit ka pak më shumë angazhime. Patjetër, sidomos në kushtet kur je me fëmijë, po kam përshtypjen që do të flasim, bëhet pak më e komplikuar dhe do që t'jesh fizikisht më afër këtu, por nga ana tjetër pse mos promovojmë Shqipërinë, turizmi jon po avancon, Shqipëria ka oferta shumë të mira, jugu është shumë i bukur. Megjithëse këtu t'i kalosh ti se tani para se të kaloj. Ja, do them, ta marr pak suspansin, po. Arbi, ti si marketing punon edhe në fushën e udhëtimeve. Si do jenë këto udhëtimet në këtë sezon vere këtu në Shqipëri? Atëherë unë kam planifikuar një javë në Shqipëri dhe një javë jashtë. Javën në Shqipëri kam planifikuar në jug të Shqipërisë, edhe disa ditë kam qejf që t'i kaloj në mal, në veri, për ta bërë pak më ndryshe. Interesante, me shoqërinë, me familjen. Me familjen, edhe disa ditë me shoqërinë më shumë gjatë fundjavave, për fatit tonë të mirë që kemi gjithë vijën bregdetare që mund ta vizitojmë shumë afër nga Tirana. Me shoqërinë fundjavave, ndërkohë që për periudha të gjata me familjen kemi vendosur që ta kalojmë në Shqipëri, ndërkohë që me partneren kemi vendosur që ta vizitojmë jashtë, domethënë. Unë kam zgjedhur Greqinë për destinacion nga jashtë për këtë vit. Unë zakonisht i marr një muaj para filloj të shoh të kërkoj ku është më kollaj, ku është më mirë, cila i përshtatet më shumë buxhetit tim. Si ke përzier këto vende? Pse pikërisht ke zgjedhur Greqinë, pse Italinë, ka ndonjë vend ndoshta që ke pasur ndonjë kuriozitet më shumë? Po, unë para disa vitesh i kam bërë pushimet në Greqi edhe e kam zgjedhur më shumë për aventurë. Edhe kam zgjedhur Zakynthos, për të vetëm arsye që kisha shumë gjëra që ti mund të bëj, duke filluar nga turet me varg, në turet me motora, në plazhet që ishin totalisht të pa eksploruara me ngjyrën e bukur. Domethënë, kam shijuar aventurën atje. Sa nostalgji kam për këtë, më fal. Edhe kur të dëgjoj tani se si më duket. Ishte aventurë me vërtet, sepse çdo ditë ti mund të bësh diçka ndryshe. Pra ti ke aktivitetet të cilat mund t'i zgjidhësh brenda ditësh sipas kohës, sipas terezisë që ti ke, domethënë, nëse ti ke ikur për relaks, atëherë nuk është vendi dur, por nëse ti do që të shkëputesh nga kjo monotonia që ti ke, që të bësh aventura, ajo është një zgjidhje. Ndërkohë që për si vjet kam zgjedhur të kundërta, kam zgjedhur për relaks, kam zgjedhur të iki në një vend ku të ri, qetë, të kaloj disa pushime të qeta. Që është Italia? Që është prap Greqia, po kam zgjedhur Kalkirishin. Je fokusuar te pjesa e Greqisë. Okej, kuptohet që në Greqi do shkosh për fan, do shkosh me shoqërinë tënde, por në rast e Italisë ose në rast e disa pushime familjare, do marrësh një guid turistike, na jep disa këshilla ndoshta edhe për familje shqiptare që do bëjnë edhe një fundjavë ndoshta për jashtë shtetit. Atëherë, gjëja më e mirë për një familje që unë do këshilloja është që të marrin një guid turistike, pasi është goxha e vështirë që ti jesh me fëmijë dhe të organizosh të gjithë pushimet verore, duke marrë të gjitha plazhin, duke marrë hotelin, duke marrë aktivitete, sepse fëmia do angazhim. Ti duhet gjatë gjithë kohës të gjesh diçka për fëmijët, të gjesh diçka për veten.
Edhe në fund t'i ditës për t'i plotësuar kushtet e të të gjitha gjithëve. kushtet, po kjo është pak e vështirë, domethënë që ti të bësh të gjitha vetë. Prandaj unë këshilloj që është më mirë që të merret me një agjenci e cila i ofron të gjitha këto gjëra, edhe vetëm gjë që ti duhet të bësh është të paguash edhe ti kesh të shijosh për shive. Interesante. Athina, ku bën një udhtim, shkon te një agjenci, i kërkon vetë, si organizon udhtimin perfekt? Kjo është në varësi të vendit që dua të shkoj. Zakonisht në destinacione që janë më të afërta, janë udhëtime të paplanifikuara të çastit. Nëse është ditë e njëjtë apo e premte, them se të mos shkojmë një natë, për shembull ditën e shtunë ose ditën e diel diku. Që kështu jo, nuk i referojmë një agjencie, gjithmonë janë spontane dhe planifikime të çastit të momentit, nëse është destinacion i afërt. Pastaj për destinacione më të largëta dhe që kërkojnë pak më tepër kohë për të eksploruar vendin, gjithmonë i referojmë një agjencie sepse në fakt nuk kam as kohë as nerva për të ndenjur, për të kërkuar për hotel, për avion, për bileta, aq më tepër në sezonin e verës, pastaj që duhet të rish të kërkosh për plazhe, të prenotosh shezllone, etj. Kështu dua të gjej të gjitha të organizuara që të mos rish të merresh me këtë pjesë dhe i referojmë një agjencie. Pastaj kjo varet edhe nga buxheti, varet se sa e ke buxheti, nëse buxheti jot e mbulon atë shpenzimin që ti mund të prenotosh dhe në moment të fundit, është okej, po zakonisht ka një kosto më të lartë. Ndërsa për planifikim më të hersh, pastaj ka dhe një kosto sigurisht edhe më të reduktuar nëse planifikon në avans një muaj, 2 muaj. Po kemi mundësinë të kursejmë pak, të kursejmë, sepse këtu pastaj vjen edhe kjo që jemi edhe në marrëdhënie pune. Duhet të caktojmë një herë kur i marrim pushimet, sa ditë leje kemi, sa ditë do kalojmë me familjen në shtëpi për të relaksuar, sa ditë do kalojmë jashtë për pushime, që kështu janë njësër komponentësh, njësër arsyesh për të planifikuar. Absolutisht. Pastaj janë pushimet aktive, pushimet që nuk ke nevojë të planifikosh, thjesht do të rish. Zakonisht në verë unë preferoj pushimet që janë pak më të qeta, nuk kam shumë dëshirë për aktivitete, edhe temperaturat e larta bëjnë të vetën. Dëshiron një pushim pak më relaksues. Mario, ti çfarë pushime ke planifikuar, ke organizuar, relaks, aktivitet, do rish në Shqipëri ose do shkosh jashtë shtetit, na jep ndonjë këshill? Unë do nisi aty në fakt ku e përfundoi Athina, duke qenë se janë një grup komponente që duhet bëhen bashkë. E para njëherë është planifikimi që duhet bëjmë me kolegët sa i përket edhe afatit të pushimeve që ne duhet marrim. Më pas janë komponente që duhet bërë bashkë grupit që ne do përfshihemi për të shkuar me pushime, grupi shoqëror, e fejuar, familjar, që do të shkojmë diku, sepse nëse ata arrin që të marrin pushimet e duhura në një kohë që ne jemi të gjithë bashkë për të marrë dhe për të rezervuar këto pushime, atëherë nisin edhe kërkimet. Unë zakonisht bëj planifikuara një miksim midis Shqipërisë edhe udhëtimeve jashtë, jo sepse jam një fanatik i qëndruarit në Shqipëri, sepse mendoj që pjesa më e madhe jona e ka frekuentuar Shqipërinë masivisht edhe kërkon eksperjenca të reja që nuk i kemi frekuentuar dhe i provuar më herë, siç mund të jetë një udhëtim në Itali, zakonisht kam qenë atje, në Greqi kryesisht kam qenë shumë shpesh, dhe janë kultura që të bëjnë të mendosh dhe të vendosësh akoma më shumë në veprim, pse jo mos e sjell Shqipëri, pse jo mos e sugjeroj një miku, pse jo mos e sugjeroj një resorti ku unë e frekuentoj shpesh, sepse kemi shumë nevojë për këtë kultura, duke qenë se jemi akoma një shtet që jemi hapur ndaj turizmit, kemi akoma ata turistët e parë, le ta quajmë kështu, edhe kemi akoma eksperiencë për të fituar, pse jo këto vende do na shërbejnë shumë që t'japim dhe ne eksperiencën tonë, ndoshta edhe si vizitor, duke marrë eksperiencë si sillemi atje. Si vizitor në një shtet caktuar, duhet të sillemi edhe në vendin tonë, me të njëjtën kulturë, me të njëjtën buxhet, me të njëjtën sjellje, edhe kështu besoj do të kishim një turizëm më të mirë, më elitar, ashtu siç pretendojnë edhe pushteti vendor qendror ndaj të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Kjo besoj që do ishte miksimi më i mirë, pavarësisht se kam përshtypjen që në Shqipëri ka akoma shumë për të bërë, sa i takon turizmit, shërbimit, sidomos, jo reflektuar jo vetëm nga unë, po edhe nga të gjithë turistët e huaj dhe nga komunikimet që unë kam pasur me ta, kemi akoma rrugë për bërë. Po, edhe nga vëndës, ndoshta në jugën e Shqipërisë janë pak më të zhvilluar, ndërkohë në veri janë pak më... Nuk mund të zhvilluara, besoj që... Janë pak më moderne, disa struktura. Vjen dakord disa nga ata që unë kam komunikuar që ka një formë abuzimi, dhe ky abuzim duhet të shkurtohet nga disa resorte, nga disa hotele që ndodhen në jugan ekonomike, pse jo edhe një shezllon që neve do preferonim në vende të tjera, neve
i marrim ato falas, kurse këtu është një çmim që shkon për te çdo imagjinate. Kemi rasti që është edhe një 500 euro një shtesblon, kemi dëgjuar, nuk është se kam frekventuar vetë. Çmime shumë të larta në kjo nuk zë vend me standardin që ne kemi si shqiptarë dhe me rrogat tona, por edhe me atë ofertë turistike që ne duam t'i ofrojmë edhe turistëve të huaj, duke qenë se është krijuar ideja që Shqipëria është vend i lirë, i bukur, por ama edhe këtë duhet ta implementojmë me fakte konkrete këtu ku jemi. Absolutisht, sepse kemi disa vende të lira, por nga ana tjetër kemi edhe vende shumë luksoze. Jemi në mes dy situata, mendoj shumë të vështira, por në Shqipëri ndoshta mund të gaboj Bruna, por kemi vend për të gjitha, kemi mundësi edhe për familje që ndoshta nga ana ekonomike nuk kanë mundësi për të arxhuar për të bërë një pushim luksoz. Por nga ana tjetër kemi edhe familje që e kërkojnë udhëtime luksoz dhe Shqipëria i ofron të dy. Pra, jemi deri diku në ekstreme. Ka pushime të cilat kushtojnë shumë, ka edhe pushime të cilat mund t'i bësh edhe mund t'i realizosh shumë thjesht. Nëse ti me familjen tënde, ajo që ne fitojmë kohë paraprakish për shembull, kjo të kushtozon dhe të ndihmon në një farë forme që ti të kesh kushtuar, të kesh kursyer deri diku një lloj kostoje. Por ajo që tha Mario deri diku është e vërtet, sepse ndoshta unë nuk kërkoj ndonjë pushim luksi, por dua që edhe pse me fëmijë unë të arrit të shkoj në një restorant apo në një resort, i cili të më japi të gjitha ato të cilat unë i paguaj. Dhe në fund, ajo që ne marrim, feedbacku nuk është edhe aq pozitiv. Ndonjëherë, domethënë ne largohemi të shkënjyer, të mërzitur, dhe nuk është psikologjike. Se ndonjëherë thon vetëm ideja që ju jeni jashtë, ju krijon një lloj psikologjie që këtu është shumë më mirë, kultura e të sjellurit që nga stafi dhe gjitha të tjerat janë shumë herë më të mira. Nuk është kjo. Në përgjithësi, në Shqipëri, vitet e fundit janë arritur standardet, por kemi mungesë infrastrukture, kemi mungesë në staf, kemi mungesë në komunikim dhe në kushtet pastaj që je dhe me fëmijë, që të komplikohet deri diku situata normal. E para njëri ndryshon sepse je më shumë pjesëtar. E dyta, ty kur ikën me fëmijë nuk mund t'i realizosh për 3-4 ditë. Nëse jeni çift, mund të shkosh edhe 2-3 ditë dhe ti kënaqesh. Mund të shkosh dhe të pushosh edhe në shtëpi. Unë e quaj edhe një pushim 3 ditor në shtëpi, larg zhurmës, larg gjithë këtyre. Ndoshta edhe në një shtëpi të vogël në mal, në një vend. Në mal do të ishte ideale, por megjithatë edhe në mal kostoja nuk është shumë e vogël. Kështu që edhe aty ka arritur që të... Ka ndoshta edhe ndonjë bed and breakfast, një vend afër liçenit, një vend jo shumë turistik, që është rritur kërkesa edhe për vendet malore. Dhe në fakt për turizmi malor mua më bëhet shumë qefi që ka kërkesë, është rikthyer vëmendja, por sigurisht nëse dikur ne me një kosto më të vogël mund të gjenim veten, mund të argëtoheshim në kushtet që jemi, nuk është se i realizon. Prandaj jemi pak më të menduar, pak më të stresuar nëse dikur unë me familjen time mund të pushoja minimalisht 2 javë. Tani kemi filluar që ti ngushtojmë këto ditët e pushimeve. Ndoshta disa agjenci japin disa udhëtime 2 ditë, 3 ditë për disa fundjavë. Por nuk është pushim, Beniada. Nuk është pushim. Tani përveç se nuk pushojmë se kemi fëmijë, se jemi familjare dhe e kupton më mirë të pjesa më shumë se sa. Por nuk pushon me 2-3 ditë. Të rinj të ne që nuk kemi angazhime familjare, nuk kemi fëmijë. Si mund të planifikoj një udhëtim perfekt një nën me një familjare? Në rastin tim, unë e kam të rritur, është praktikisht 10 vjeç, tani vendos ai. Kështu që e kam shumë shpejtësi. Ti e me fat, po në rastin është një fëmijë i vogël, për te humorit nuk është aq e thjeshtë, edhe në rastin e kësaj moshe, sepse ai ka kapriçot e moshës, përveç se do detin, do dhe në rastin tim është djalë, do dhe kalçeton, do dhe një fush, do topin me vete, këto gjëra. Nëse dikur ngarkoheshim me lodrat e plazhit, valixha ime nuk ishte më rrobat e mia, as të bashkëshortit, po ishin të fëmijës, sigurisht, 3 valixhe të time, rrobat më dhe lodrat. Lodrat, rrobat, por sigurisht pastaj jo termometër, jo këto që kur je vetë je më i shkujdesur, nuk mendon as për ilaçe ose ndonjë temperaturë të mundshme, se të gjitha mendohem pastaj kur bëhesh me fëmijë, dhe përveç valixheve që ishin të gjitha të vendosura nga fëmia, ishim te faza që ne aty ku do shkonim mundësisht të gjenim edhe ndonjë mikesh ose mik, duhet pyesim edhe të tjerë për të kaluar që të bënim bashkë. Po prindër e humb pak atë mundësinë të bësh një e thash aventurën e kam fjalë të hershme, nuk e mbaj mend domethënë. Dhe jo me spontanitet pastaj që nuk ka. Gjithçka është kategorizuar dhe programuar. Ju jeni të martuar, keni një fëmijë? Jo, nuk jam e martuar. Vetëm për të kuptuar çfarë pyetje mund t'ju bëj. Aventurën se si. Unë kam qenë dhe jam të aventura, domethënë më pëlqen të eksploroj, nuk më pëlqen që të bëj
dy herë plazhin të njëjtit vend, po më pëlqen të eksploroj plazhe të ndryshme të secilit vend që unë shkoj. Shpresoj që ti të eksplorosh edhe ku të kesh 3-4 fëmijë me nusë të Po, dhe gjithë mua më ndoshte kundërta nga Arvi, nëse më përpara isha që doja të eksploroja, tani jam shkova vjet dhe par vjet te ky vendi se më pëlqeu shumë, kështu që do shkoj dhe si vjet se aty jam shumë rehat. 3 vite në të njëjtin vend vetëm për rehatim. Ti një solucion ideale në këtë rast edhe shoqëria të bësh një udhtim ndoshta me një shoqëri, një udhtim ndoshta edhe me familjen tënde ose me familjen e partnerit, sa mund të ndihmoj për të relaksuar edhe më shumë çifti. Është zgjedhje ideale, po nuk mund bëhemi të gjithë bashkë, sepse tha pak Mario për çështjen e kolegëve, por pushimet në njërë këto data, edhe me bashkëshortin e kemi pak të vështirë për t'i pasur njësoj, dhe jo më për familjet e mëdha. Unë familjen time kam në Amerikë, për shembull 10 shkova atje një muaj, edhe ishte një gjë shumë e mirë, po ishim aq shumë njerëz, sa që ndonjëherë harron të pushosh dhe vetë. Dhe kur vjen ke nevojë pastaj që thonë ato pushimin mbas pushimit. Kur i kemi mbledhur edhe familjen time edhe familjen e bashkëshortit, isha shumë rehat për sa i përket fëmijës, kam bërë një pushim shumë të mirë edhe për vetëm, por i mendoj që ato janë pushime luksi. Okej, do të thënë plot kufizime, plot organizime. Secili ka dëshirat e veta. Transformohet pak edhe sikur në një diçka që duhet me bërë se s'bën. Kjo është pastaj epike, sepse ta nisësh ti me atë detyrim paraqitje që ti ke gjithë vitin që ke një rutinë që është pak a shumë e njëjta, shkon në punë, në shtëpi, dhe kur kthehen edhe pushimet pastaj në atë fazën që shiko se duhet i bëj se mbas një javë po 2 javë do të kthehem në punë. Dhe momentin që ti dhe nuk naqesh aq shumë, vjen me atë që wow, do më iki gjithë viti dhe nuk do të jem aq e lumtur sepse këto pushimet e verës nuk më rezultuan aq të mira. Kështu që duhet patjetër vëmendjen ta kemi aty dhe pastaj kjo kthehet në makt për vete. E vërtet, Athina, a bëhet pak pushimet e verës një rutinë ndoshta edhe për familje, se ndodh që familjet të kërkojnë, familjet tona të kërkojnë Athina, na shkojmë se bashku, bëjmë një udhtim me babin, me nënën, ndoshta ose me familjar të tjera. A bëhen monotone? Po. Si një vajzë nga Durrësi që bën plazh 3-4 muaj, jo nuk bëjnë asnjëherë monotone. Unë zakonisht edhe gjatë verës kur jam angazhim me pune, gjithmonë përfitoj nga atë orarin e vonë të mbasdites, duke qenë se perëndon edhe vonë dielli, deri në orën 8 të mbrëmjes ne qëndrojmë në plazh. Që kështu mundohem që shpesh herë, domethënë atë kohën e lirë që kam ta kaloj në plazh. Pastaj me familjen unë gjithmonë kam shumë kënaqësi që t'i kaloj pushimet me familjen. Mbase mund të them që pak më tepër se me shoqërinë, problemi është kur je në shoqëri, aq më tepër kur janë edhe shumë persona, është pak e vështirë që ti përshtatesh dëshirave të gjithsecilit, dhe vendet që duan të shkojnë, të shikojnë, dikush do që të dalë të zgjohet, të kapi mëngjesin që në orën 7 të mëngjesit të konsumoj mëngjesin, ndërsa unë kap branchin në orën 11, që kështu kur je me shumë njerëz është edhe e vështirë dhe do t'i kënaqësh të tjerët, po këtej lë pas edhe dëshirat e tua. Ndërsa gjithmonë më ka kujtuar që me familjen, për shembull, kam bërë shumë pushime të mira. Në këtë rast, jemi në të njëjtën linjë me familje. Dhe në fakt u dua të ndryj pak se janë reduktuar numrat e mëdhenj, nëse dikur ne bëheshim 20 veta dhe shkonim dhe pushonim, dhe nuk i vinim re shumë këtë se kur zgjohet dikush, deri kur flinte tjetri, nuk shqetësohesh. Sot është bërë një rreth shumë i ngushtë, është rikthyer vëmendja tek familja dhe kjo në fakt është një gjë shumë e mirë. Dikur na dukej si primitive kur i thoja për shembull që do ikim me familjen, me pushime, ngele me familjen, së shoqëria, dhe për të treguar që ishim modern, patjetër duhet planifikonim pushime me shoqërinë. Sot është kjo që tha Athina, që jemi më pak. Po, jemi pak më të, si të them pak, jo të ftohtë emocionalisht, po në logjik të ftohtë, që kjo është koha ime, unë dua të pushoj, mund marrë dhe 2000 keshat e mia, apo 2000 ishte mi, qofte edhe 3, po, pse, çfarë ka ndryshuar? Po kjo, pra ndoshta jeta është bërë pak më intensive, pak më ngarkuar, obligimet janë shtuar patjetër, po edhe buxheti, se sigurisht kur ti nuk bie dakord në orarin kur do flesh dhe kur do zgjohesh, hajde të biesh pastaj dakord në ushqimin që do konsumosh në vendin, dikush do mal, dikush do det, dikush resort luksos, dikush një gjë më të thjeshtë. Kështu që në të gjitha këto pastaj është ajo që ne reduktojmë dhe arrim këtu ku jemi. Absolutisht. Marja, nuk më tregove ke organizuar fundfare se harrova. Kam planifikuar, në fakt, kam planifikuar me sekuencat shkurtra, nëse mund ta quaj kështu, duke qenë se jam dhe në punë për momentin dhe akoma nuk kemi jugun në Shqipëri. Jam me dilemes Italisë dhe Greqisë, fakt për pushimet
nëse mund t'i shuaj afatgjata, atë një javore. Tani, më tërgo diçka. Çfarë ka kjo Greqia që nuk e ka Shqipëria? Thjesht e kemi fshinj, kam përshtypjen. Thjesht e kemi vend fshinj, kaq. Unë jam fanatike te kjo pjesa, nuk preferoj shumë që të bëj reklam për vendet e tjera, kështu që Nuk dua as pak zbe pushime Shqipëri, duke qenë se është vendi ynë dhe këtu na shijon më shumë, me thënë të drejtën. Është ajo që them, Të ndoshta shkëputësh pak nga... më shkëputur nga kultura që kemi, pra me mësuar kultura të reja, ndoshta edhe me parë diçka ndryshe. Edhe qetësi, sepse ndoshta bjem gjithë dakord, unë dua të bëhem pak kritik për mirë në disa gjëra, sa i takon turizmit tek vendi ynë. Neve shkojmë në Bregdet, po kemi atë zhurmën që në Greqi nuk para i gjen në Bregdet atë zhurmën dhe ke atë qetësinë shpirtërore, ke atë zhurmën e detit që neve thuajse e kemi harruar fare në Shqipëri nga zhurma e lartë e muzikës. E kemi zhurmën e detit vetëm nëse dalim në orën 6 të mëngjesit dhe bëjmë atë ecjen buzë detit që nuk ka asnjë person, ndërsa gjatë orës e tjera të drekës apo pak më vonë ka humbur e gjitha. Në Greqi ke këtë, ke parkime që janë falas për gjithë, duke qenë se për ne meshkuj Mario me fermer. Për ne meshkuj parkimi është një stres shumë i madh, besoj që edhe Arbrin bashkohet në këtë gjë. Kurse në Greqi ke stacione të dedikuara për turistët që mund të parkojnë. Ke ato që unë e thash pak më herët, ke zona plazhe publike të caktuara që ne edhe mund të frekuentojmë, pa që nevoja që të jemi të kurzuar apo ndjemi në siklet, shiko, nuk jam në shezlon apo kam çadër me vete, kurse aty janë gjithë njësoj dhe ke këtë fleksibiliteti për të ndjemë në njojnë, Mario, se edhe këtu mund t'i kemi, pa atje nuk në njojnë dhe jemi pak më të sikletin që ndoshta dhe jemi rehatuar. më në siklet nëse të marrim çadër me vete, ndoshta edhe një ushqim me vete, pse jo, ka... Unë e bëj shpesh për vete, marrë gjithmonë ushqim nga që... Shpeshere mendoj, duat të them shpesh në të kaluarën tonë, nuk është jam shumë i madh me mosh, por ku kam qenë i vogël, shikoja, mbajmë që shkoja me gjyshen, shkoja me prindrit, merreshim diçka dhe kozmonin diçka me vete. Po, a kemi këtu në Shqipëri disa struktura që janë free dhe njerëzit mund të vinë me Po, vitin e kaluar ka qenë shumë problematike me sa di. Kurse këtë vit edhe me anë të ndërhyrjes së qeverisë, këtë vit ka lehtësira sa i përket edhe plazheve publike dhe të shikojmë se si do jetë këtë vit, duke marrë shkas dhe nga ajo që ne po diskutojmë. Kam planifikuar pushime afar shkurtra pas 2 javësh në jug të Shqipërisë në Himar konkretisht dhe të shikoj se si do jetë të vit. Ndoshta më mund ndryshohet mendja që mund të pushime të afatgjata. Nuk kam asgjë përkundrazi, Shqipërinë më dua shumë. Unë gjithmonë jam nga ata të rinj që nuk dua kur të largohem nga vendi im dhe dua ta ndërtoj jetën time në Shqipëri, pse jo dhe pushimet t'i kaloj këtu, po nëse mund të rregullohen, sepse neve jemi pak dhe tradicional. Ecim atë që thot populli, paran për harxoj, po ta di për çfarë për harxoj, mos e di se ku shkon. Athina, çfarë mungon Shqipërisë për të planifikuar një udhëtim ideale, sidomos për familjen, sepse për njerëzit që janë pak më të ri është më kollaj, s'kemi nevojë për të planifikuar, s'kemi nevojë për shumë organizime, se mendoj që jemi pak ma të qeta, marrim makinën, hikje me shoqët ose me një shok, ndërkohë për familjen ndoshta ka pak ma shumë vështirësira. Çfarë mungon në Shqipëri? Unë gjithmonë kam qenë pro pushimeve në Shqipëri, sidomos në sezonin e verës. Gjithmonë, po të mos shkoj të paktën një fundjavë në jugun e Shqipërisë, nuk mund shkoj dot në vend tjetër. Dhe mendoj që për cilësinë e detit që kemi, edhe për shërbimin, pse jo, qoftë edhe për ato shazllonët që janë, sepse ndoshta nuk e kanë të gjitha të preferencë që të rrinë me peshqirë në krah dhe të ndjekin ku janë plazhet publike ose aq më tepër që temperaturat janë të larta, qëndrimi në plazh është me orë të gjata. Që kështu pse jo, unë çdo gjë, domethënë që përmban ajo lista ime e dëshirave që të pushimeve perfekte për në verë, pse jo i përmbush jugu i Shqipërisë. Normalisht që shohim një rritje të çmimeve, për këtë besoj biem dakord të gjithë, vit për vit rriten edhe më shumë çmimet, prandaj jo vetëm çmimet, po edhe akomodim është e vështirë të gjesh, domethënë duhet të nisësh planifikimin një muaj përpara edhe për jugun e Shqipërisë, sepse tashi po tregtohet, po marketohet turizëm në Shqipëri, po turizëm për të huajt në Shqipëri, vetë në shqiptarët po shkojmë jashtë, sepse edhe facilitetet akomodimet nuk janë aq të mjaftueshme sa ta përballojnë të gjithë këtë fluks të madh, qoftë nga jashtë, qoftë në shqiptarët të shkojnë jashtë, ndërkohë të huajt vinë në Shqipëri. Pikërisht, sepse ata është tendencë kjo për të eksperimentuar. Që planifikojmë pushimet edhe 6 muaj përpara, kurse ne nuk e kemi atë komoditet, sepse dalin gjëra të papritura që kështu nuk planifikojmë dot. Sigurisht që Turqia dhe Greqia mbeten opsionet e para për njerëzit zakonisht gjatë pushimeve të verës, sepse ofrojnë një
kapacitet më të madh akomodimi dhe plazhesh. Pastaj takon zgjedhjes personale të secilit se ku mund ta gjej veten më mirë. Në fakt edhe Turqia dhe Greqia ka pasur rritje çmimesh, sepse krahasoj para 2 vitesh kam qenë në Turqi dhe i njëjti resort këtë vit e kishte dyfishuar. Po, e vërtet. Kështu që nuk e kuptoj që edhe këtu ka rritje çmime, jo për të bërë mbrojtje për realisht pasur. Po si duket tani ndoshta të gjitha vendet, qoftë europiane, gjithë bota është në zhvillim dhe duke pasur zhvillimin supozohet që ka dhe këto rritjet e pagave. Paktën unë nuk e kam frekuentuar Turqin, po me ata personazhe që kam frekuentuar Turqin për pushime verore thonë që shkon në Turqi, okay, kemi paguar 2500 euro familja, por ama jemi me duar në xhepa. Dakor, pra, prandaj tha është zgjedhje dhe momentin që ti e zgjedh, sigurisht që i ke të zgjidhura të gjitha. Por ka një kosto dhe ajo. Në momentin që ti një javë, vërtet thot jugu është i kushtueshëm, por mua asnjë nuk më ka shkuar jugu atë një javë, aq shumë sa më ka shkuar Turqia. Patjetër që Turqia më ka ofruar disa facilitete që nuk mi ofronte Shqipëria. Megjithatë unë dua të ndal pak sepse nuk është vetëm jugu, nuk është vetëm veriu. Unë kam Pogradecin tim, kudo ku shkoj, bëj pushime në Turqi, në Amerikë, në Itali, javën e fundit, minimalisht 3 ditë. Unë po nuk shkova në Pogradec, nuk e quaj të përmbyllu ciklin e pushimeve. Edhe Korça. Dhe me qenë që po flasim për këtë vend të mrekullueshëm. Patjetër, faleminderit. Na trego kush është datat ideale, java perfekte për të shkuar në Pogradec, ose muaj perfekt, firimi i gushtit, fundi i gushtit. Tani ngoja globale ka ndryshuar pak a shumë. Tek të gjithë sezoni është çelur në 1 qershor. Ne përgjithsisht korrikun kemi pasur, muajin ideal, se ishte edhe më i freskët, jugu, Durrësi, vendet e tjera ishin pak me temperatura më të larta, kështu që edhe turistët drejtoheshin drejt Pogradecit për të pasur dhe këtë. Përveç se mund të bëje plazh, përveç se mund të shkojë në Korçë, në Maqedoni, se është një vend kufitar, kishte edhe pjesën që edhe mund të bëje plazh, sidomos me rër, me fëmijë, me edhe një kosto nuk e ka. Se plazhi unë kam qenë dhe plazhi është goxha i mirë. Është liçen. Okej, nuk është, nuk është. Ti ke edhe peshkun, Koranin, ke edhe disa gjëra që i ke shumë herë më të lira dhe si familje, qoftë edhe në numër më të madh, mund të kalosh shumë mirë, se ndonjëherë duket sikur është buxheti identifikues, ndonjëherë është gjithë ajo ngarkesa jon, por në fund, nëse ne shkojmë, kalojmë bukur, se si tha, fëmijët nuk shojnë atë hotelin se sa hyje kishte. Por sa qeshën, sa luajti dhe në këtë kushte... Pogradeci mund tjetë një moment ideale për familjen, apo ndosha për të rinjt? Unë personalisht e shijoj, edhe nga miqtë e mi dhe të tjerë që nuk janë nga ky qytet, apo që dhe vinë nga jashtë, thonë që në Pogradec ne i kemi të gjitha. Pushojmë, nuk e di pse është bërë tamam, sepse kur thot pushime, dikush pushon. Dhe në këto kushte thot, unë në Pogradec pushoj. Relaksohem, ushqehem mirë, këto kërkon një... Ja, gjithë më të qinë e Shqipërisë në Pogradec atere. Patjetër, e janisë. Arber, na jepë një këshillë në një vend të bukur në Shqipëri, ndoshta kur familjar në këtë rast mund të shkojnë dhe mund të ustojnë. Është Zvërneci në Vlorë, është një ndër vendet ideale që të ofron edhe Bregdeti. Je nga Zvërneci? Jo. Jo, por kam zbuluar kohët e fundit më ka sugjeruar një mikesh, një vend në Zvërnec, që ishte shumë i bukur, s'kisha qenë. Jo, dhe mua më pëlqen në fakt. Jam frekuentues i vjetër i Vlorës, domethënë mund të kem mbi 20 vite që vizitoj Vlorën, pothuajse çdo vit, dhe nuk kisha qenë ndonjëherë në një pjesë të Zvërnecit që është afër manastirit, ku plazhi është pothuajse i virgjër, nuk ka ndërtesa, është Bregdeti gjatë që mund të jem për kalamajt, është shumë i qetë, ku ti mund të marrësh çadër, mund të marrësh ushqime vete, mund të bësh ato mbledhjet me familjen, si që kam pas bërë një herë një kohë, edhe unë këtë gjë bëj shpesh, domethënë doa të thoja që përveç Zvërnecit, edhe në palase, edhe në Dërmiu, unë kam vajt vit për vit me çadër, me karige me vete, me ushqime vete, me pije me vete, me shoqërinë time. Ti bërë kështu si një lloj piknik. Si pikniku, por që kemi pas atë qefin ton, atë dëshirën ton që të mos përzihemi me tjerë, që të rinë vesh, që edhe këto vende që janë shumë të frekuentuar nga turista, edhe nga shqiptarë, ti prap të ofrojnë mundësinë që ti të vësh çadrën tënde që nuk të pengojnë. Po këto udhëtimet me kamper, sepse në Itali i preferojnë shumë dhe shumë familje nuk shkojnë në hotel, nuk shkojnë në strukture luksoze ose hotelën në përgjithësi, po zgjedhin të bëjnë udhëtime me kamper, ku mund të ndalohen në disa vende të ndryshme dhe të shijojnë një vend pak më
i gjerë. Vitet e fundit është zhvilluar shumë, do me thënë edhe turizmi kamperit në Shqipëri, për të vetëm në arsye që është zhvilluar edhe interneti. Dhe ti ke mundësi, nëse ke kamper, ti të zbulosh e parë punës të duhet të vendi ku ti të parkosh kamperin. Kemi disa vende, ka disa vende, ka disa parkime. Për tyre është edhe në Kavaj, me qenë se u bërë i Durrësit që të ofrojë edhe i Pogadesit, unë si nga Kavaj, se do të them një që në Bregdetin e Karperit ka edhe një parkim, më së më dhe shumë një oazë qëndrimi për këto kampera. Në Karpen? Kampera. Sepse të ofrojnë, sepse këto për kamperin kam disa facilitete që duhet të ndrohen. Edhe për fëmijët, edhe për familjarët. Po, edhe kjo është që është duke u rritur në Shqipëri, por i vetmi problem që për mendimin tim që ndronë në Shqipëri është që shumica e turistave që vizitojnë Shqipërinë janë shqiptare, sepse ne lëvizim çdo fundjavë për të vizituar vende. Ne jemi turista të përhershëm, nuk jemi turista që vim një herë në vit ose vim dhe çmimet që janë vendosur për turista që vijnë një herë në vit. Edhe kjo gjë për mendimin tim nuk është pak a shumë e drejtë, sepse ne jemi ata që e vizitojmë dhe çmimet me rrogat që janë në Shqipëri është pak disnivel me rrogat që vijnë jashtë për turistat. Edhe prandaj ka pak kënaqësi. Edhe pak kënaqësi, do me thënë që ti po paguan një vlerë të caktuar parash, por nuk po merr atë shërbim që ti pret, ose po paguan më pak, por nuk je i kënaqur, edhe prandaj preferojnë që të vizitojnë jashtë, sepse ti ato lekë që i paguan, ti merr të gjitha facilitetet që ke nevojë, si për fëmijë, si në çift, si për aventura, do me thënë. Kjo është ajo që i bën shqiptarët që televizin jashtë, po pastaj gjërat e tjera për plazhet, sidomos që kemi plazhet më të bukura për mendimin tim që i ka Shqipëria, nuk e ka asnjë vend. Kush është plazhi më i bukur që kemi në Shqipëri? Për mendimin tim, për njerëzit që nuk e njohin Shqipërinë. Atëherë, për njerëzit që nuk e njohin Shqipërinë, do them edhe periudhën, është periudha tani e qershorit edhe është në Ksamil, që nuk ka shumë turista, që është komplet i hapur, është më e bukur se Bora Bora për mendimin tim. Edhe unë bie dakord me Arber. Në momentin që nuk është i populluar. Ndërkohë, me qenë që ti reklamove shumë udhëtimet në aventurë, nuk je familjar, nuk ke një grua, një dashur, nuk e di po e ke, po nuk na intereson në këtë rast. Nuk na intereson në këtë rast dhe nuk do të ngacmojmë. Një udhëtim vetëm solo. Çfarë këshill na kishe dhënë? Për një djalë që ndoshta ka nevojë të gjej pak vetën e vet, ka dëshirë të bëj një udhëtim spiritual. Atëherë, një udhëtim spiritual, një udhëtim të bukur. Të bukur, spiritual, të qetë, relaksues, ose edhe pse jo aventurier. Po mund përmbaj dhe njoje, kur je vetëm. Për mendimin tim që mund t'i ofroj të gjitha këto është Ibiza. Ibiza? Nëse e gjerë shoqëri. E gjerë shoqëri, edhe nëse ikëm. Ibiza është që është vend qefi, ke disa vende, po mora shembull Ibicën që është pak me kosto më të lartë, por që mund të argëtohesh, mund të kalosh bukur. Ti personalisht ke qenë në Ibiza? Personalisht kam qëndruar, por nuk kam qëndruar gjatë, kam qëndruar vetëm për pak ditë, por nuk është se kam marrë komplet ato, por ato ditë që kam dhënë janë kënaqur. Ka disa vende të tjera që të ofrojnë prap të njëjtën kënaqësi siç është Kavos, i cili është në Korfuz, është fshati i fundit që mbahet në top 10 e vendeve Kavos, në vendin e është një fshat që ndodhet në fund të Korfuzit. Shquhet për jetën e shprenuar që ka jetën e natës, për të vinë të rinj nga gjithë bota. Bruna, të ngjoje, jetën e natës. Tjetër, ma keni lënë afër. Kjo është për ty. Po, edhe një vend tjetër është në Zakinthos, është Laganas quhet vendi që gjithashtu shquhet për jetën e natës, për jetën e shfrenuar të natës, për partit që bën gjatë ditës ke plazhet më të bukura, ndërkohë që natën mund të shijosh jetën e natës, mund të krijosh njohje, aventura. E keni dëgjuar ju të gjitha që jeni beqar, vajza dhe djem të shkoni në Kavos. Kurse Benjada ku do shkonte me pushime? Benjada në pushime dëri pak disa javë do të shijoj në Dërmi, në jugun e Shqipërisë. Kam dëshirë të vizitoj edhe pak malin e disa zona, disa vënde, të shkoj pse jo edhe në Kosovë, sepse s'kam pasur mundësin ta shikoj dhe ta shijoj, sidomos ato gatime tradicionale që unë kam pikë dobët. Edhe klimën që ka shumë freskët, shumë të mirë. Po. Dhe absolutisht, si që ju e dini, Italinë, janë disa meta fantastike që unë shkoj çdo vit me familjen time, një nga këto vendet e mrekullueshme që unë mendoj është vendi më i bukur në Itali, sidomos për plazhin, është Sardenja. Janë disa vende fantastike, Porto Rotondo, Porto Cesario, edhe disa tjera që tani nuk të themi të gjitha këto në emision. Kush ka dëshirë mund të më kontaktoj në email, dërgoj një email me gjithë metat turistike perfekt, edhe për familje, por edhe për të shijuar
me shoqërinë. Pra ishim pushime me familjen, me shoqërim, po vetëm me atë spiritualitetin që i the dhe aventurën. Jo, me shoqërinë. Dalë me shoqërinë, sepse me shoqërinë mund t'i bësh... Nuk do shkosh për njohje me pak fjalë, domethënë. Jo, për njohje jo, me shoqërinë. Me shoqërinë mund të bëhen edhe njohje aty në rast, mendoj. Simon Gasman Bruna je i perfekte, gazetar, moderator. Ka që kishe ndalove. E po lërë e tani si kaç mund të pranoj. Athina, vëndi perfekt, vëndi ideal. O, sa vënde perfekte ideale ka. Një dua, sepse më the çfarë fole për një vend relaksus, po një vend ndoshta Unë në të ke fakt vizituar. çdo vite kam gjetur për pushimet verore, jam përshtatur shumë mirë në Drimadh, mbase në një kompleks që ka shumë pranë edhe detin, që kështu në temperaturat e larta nuk është se mundohesh shumë për të lëvizur gjatë. Dhe Turqia absolutisht, sepse të ofron çdo gjë që kërkon dhe të gjitha gjërat prapike afër dhe nuk është se aq më tepër në një vend huaj që nuk di të orientohesh mirë të rish të kërkosh ku janë restorantet, plazhet e tjerë. Që kështu qëndroj te këto të dyja, të paktën për pushime verore. Mendoj me fëmijë, mendoj Athinën me fëmijë që nëse tani do të gjithçka afër, të ketë komoditetin që të mos lodhet, imagjinoj se si do t'jetë mbas disa vitesh. Do ishte opsion i njëjtë, sepse në mos gaboj ofron edhe shërbim që mund të lësh fëmijët aty gjatë gjithë ditës, ofrojnë kopshte editore. Athina, në të rast të ti e një vajzë nga Durrësi, jemi dy vajzë nga Durrësi, në një rast familjar, mendoj që Durrësi është destinacioni perfekt, del nga shtëpia, fëmijën e lën me mamin dhe me babin dhe shion me burin të një super fundjavë, një zonë pak më relaksuese. Patjetër, aq më tepër që Durrësi ofron një vijë shumë të madhe bregdetare, që kështu ka vende, hapësira plot që mund të frekuentosh. Atëherë dam disa këshilla, Kavos, Laganas, Jamas, Bruna, Progradesi. Unë do të them diçka tjetër, në fakt, me qenë se ishte kjo pjesa spirituale që përmendi dhe Arbri, unë preferoj në verë zakonisht, e kam kthyer si një traditë time, në është vitit disa që shkoj në Voskopoj. Voskopoj, ja. Marr një libër voluminoz me vete, qëndroj disa ditë në atje dhe më shijon shumë, me thënë drejtën. Është një shkputje totale nga çdo shqetësim dhe rëndesë që neve kemi gjatë gjithë vitit, dhe aty sikur i gjejmë dhe rimarrim ato energji që na duhen për sezonet gjatë që ne në televizion ju po e shikoni vetë, po edhe Bruna ka përshtypjen nga Athina. Voskopojën e mbajmë për turizëm malor, se s'kemi vetëm turizëm veror, pavarësisht se po flasim, kështu që Voskopoja është ideale për në dimër. Është si një restart, unë e quaj shpesh në këtë lloj forme restartim truri për një sezon tjetër që na pret. Absolutisht. Dhe një vend tjetër i fundin ta mbyllim, mendoj një nga qytetet më të bukura që kemi në Shqipëri, është Gjirokastra jon e bukur. Një vend fantastik dhe ideale. Mendoj jo vetëm për familjen, po pse jo, edhe për një çift që ka pasion të di ma shumë nga arkitekturë, histori. Po, kjo është këshilla ime e ditës, të shkoni në Gjirokastër. Vetëm se temperaturat aty në verë shkojnë edhe 45 gradë Celsius, kështu që duhet që kemi të kuar, me që se nuk kemi akoma në muaj të matë zjarë e verës, të fillojmë tani të shijojmë një fundjavë. Po flas sikur kam një hotel aty dhe sikur po e sponsorizoj. Po janë qytete shumë është Pelena, është Përmeti, me bënjat, ka shumë facilitete që mund t'i gjesh aty në rrethinat e Gjirokastrës. Është zgjedhje mirë, nuk. E vërtet, unë shpresoj që të keni marrë këshillat e hedhura dhe shpresoj që të shihoni sa më shumë një verë fantastike, ashtu siç ju e doni, me energji, me familjen, apo ndoshta edhe një pushim në relaks dhe pak, si tham shpar, pak me meditim. Pushues mbi të gjitha. Faleminderit. Faleminderit që këtu pjesë e Miqe Pasitës dhe na dha disa këshilla fantastike. Faleminderit. Shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi pas pak.